Po bëhen 4 muaj që kur Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka marrë trupat e 9 të vrarëve shtetas të Kosovës në konfliktin armatosur në lagjen e Trimave në Kumanov. Mirë po as sot e asaj dite nuk janë marrë raportet e autopsisë nga Shkupi për të vrarët në konflikt. Raportet e autopsisë do t'i shërbenin Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për krahasim para hartimit të raportit final që do t'i dorëzohej prokurorisë së shtetit. Megjithë paralajmërimit se hartimi i raportit ishte çështje javësh, po bëhen muaj që ende nuk dihet asgjë për dyshimet e ngritura nga mediat se në mesin e 9 të vrarëve ka të masakruar deri në shpërfytyrim dhe nëse ndonjë prej tyre është vrarë dhe masakruar pasi është kapur i gjallë. Tribuna Channel ka provuar të marrë një përgjigje nga Ambasada e Kosovës në Shkop rreth marrjes dhe dorëzimit të raporteve të autopsisë autoriteteve në Kosovë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Edhe Arsim Gërxhaliu nga Mjekësia Ligjore nuk i është përgjigjur interesimit të Tribuna Channel nëse ka marrë raportet nga autoritetet maqedonase dhe kur do t'i dorëzohet raporti final prokurorisë së shtetit. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerit kishte kërkuar që raporti i autopsisë të bëhet publik dhe për t'u ditur publikisht e vërteta e vrasjeve. Përleshja armatosur në Kumanov la 18 të vrarë, 8 polec dhe 10 pjesëtar të grupit të armatosur, 9 prej tyre shtetas të Kosovës. Aktualisht, Maqedonia është duke u angazhuar në dalje nga kriza përmes një marrëveshjeje të arritur ndërmjet liderëve të partive më të mëdha.